për të mbajtur gjallë kauzën tonë dhe me këtë aktivitet dhe këtë organizim të subjektit të ri Vlen. Sot po ndërmarrim një tjetër hap të rëndësishëm në rrugtimin historik për bashkimin dhe konsolidimin e Vlenit. 5 subjekte u bashkuan në një. Dhe kjo përkthehet në artikulim më të qartë e më të mirë të kërkesave të qytetarëve tanë, në përfaqësim më të mirë të shqiptarëve dhe në më shumë punë për zhvillimin e shoqërisë tonë. Edhe pse në fazë konsolidimi dhe bashkimi bëm shumë punë në këto 2 vite pushtet. Për 24 muaj arritëm të zgjidhim probleme, të ndërtojmë e të zhvillojmë politika më shumë se sa kishin bërë ata për paranesh për më shumë se 24 vjetë. Edhe pse ishte ndër pikat më të rëndësishme të marrëveshjes Ohrit, ata për 24 vjetë nuk sollën ligj për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Ne po e bëjmë për 24 muaj. E kishin 6 ministra të drejtësisë, e kishin kryeministrin dhe gjysmën e qeverisë, por nuk e bën provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe për 24 vjetë. Ne po e bëjmë për 24 muaj. Për 24 vjetë i gënjyen shqiptarët dhe i lanë pas lidhje me tresantët, duke mos u njohur diplomën e tyre dhe duke penguar asimimin e mira shqiptarëve që mbaruan medresen. Ne e zgjidhëm këtë çështje për më pak se 24 muaj. Projektin e Korridorit 8 e kishte mbuluar pluhuri në sirtarët e qeverisë për 24 vjetë. Ne kemi punuar intensivisht në këto 24 muaj. Rrugën Shkup-Llac e premtuan për 24 vjetë, por ne po e bëjmë për 24 muaj. Kufit me Kosovën e Shqipërinë ishin të merë për udhëtarët në këto 24 vjetë, me radhë të gjata, pritje dhe procedura të ngarkuara. Ne për 24 muaj e bëm one stop apo siç njihet vetëm me një hyrje në të 2 anët e kufirit me Kosovën dhe po e bëjmë edhe me Shqipërinë. Spitali Tetovës dhe Spitali Kërçovës i lanë në gjendje të mjerueshme për 24 vjetë. Ne po investojmë miliona dhe po i ndërtojmë për 24 muaj. E premtuan kampusin e Universitetit Nën Tereza për më shumë vjetë, por ne po e bëjmë për 24 muaj. Lagjet tona i bën Las Vegas, por jo me investime, por me kazino e bastore në çdo cep. Ne i kemi luftuar aktivisht në këto 24 muaj. Tetovën e lanë me gropa, pa investime dhe zhvillim për më shumë se 24 vjetë. Ne i transformuam rrugët, bulevardet, shkollat e sallat e sportit dhe po ndërtojmë stadiumin e ri të qytetit. Këto dhe më shumë punë të tjera të rëndësishme në çdo lagje, në çdo vendbanim, që nuk i kishin prioritet për 24 vjetë, Vlen i lëvizi për 24 muaj. Të nderuar, faktet janë të qarta dhe kokforta. Për 24 vjetë, shqiptarët i qeverisën me demagogji të zbrazët, me propagandë e gënjeshtra. Me ardhen e Vlenit, shqiptarët kanë hyrë në epokën e punës, ndërtimit dhe të zhvillimit. Atyre u a kemi lanë zhurmën dhe fjalët boshe. Ne ju kemi përveshur punës dhe projekteve, sepse jemi të bindur se shqiptari e vlerëson punën, e vlerëson punëtorin, e vlerëson të ndershmi dhe të drejti. Këtë e dëshmuam edhe në zgjedhjet lokale. Por, ju mbetet juve, rinis dhe aktivit të Vlenit, funksionarëve që kanë marrë përgjegjësi që ta çojnë këtë mesazh në çdo shtëpi të shqiptarit. Të dini zot punës që kemi bërë dhe arritjeve të Vlenit. Ta demaskoni propagandën boshe me fakte, me punë dhe projekte konkrete. Unë kam besim të plot se secili për jush që jemi këtu sot, por edhe mirat të tjerë që nuk janë sot prezent, din dhe mund të mbrojnë të vërtetën dhe të japin një hon punës që po bën Vlen dhe të cilin po e realizojnë në çdo ditë. Prandaj
të dashur kuvendar. Nga sot, kur ma po përmbyllim një proces formal të regjistrimit të vlenit, na pret punë në teren. Nga java që vjen, do të dalim në vizitë të gjitha strukturave lokale, nga ku do të prezentojmë punët të cilët janë bërë dhe ata të cilët na presin, por ajo që është më e rëndësishmja në strukturimin e vlenit në çdo cep të komunave dhe teritorit ku jetojnë shqiptarët Maqedonisë së Veriut. Ju falenderoj dhe na prit të mbarë.